nuk e kuptoj, ndoshta edhe nga Për të rritur efikasitetin e kamerllëkut. Okej, në rregull. Për ta bërë më të mirë. Por problemi është që ti shkon në vend të vëshguar. Dhe në atë moment që ti shkon dhe shef që po vëzhgohesh. Ai mund të thotë kështu Armir. Po. Mos e ha atë se ka hal. Ajo është e bukur. Po, ka hal. Mos e ha. Po. Stop Korani. Tani, cili institucion do na mbrojnë ne kur ne na u vodhën të gjitha ato dhënë? Kush është institucioni që ne do na mbrojnë? Kush institucion na mbron ne na kamerllëku? Asnjë. E kush duhet? Kush duhet? Ora na kanë thënë kush është autoriteti që do të ketë në kontroll të Autoriteti kamerave. Kush? Është një AK. Jo. AKSHI, se mos është AKSHI-a. Jo, është tjetra. Ajo që i nxjerr autoriteti internetit. Ajo që i nxjerr serverat. Ajo s'ka nevojë fare për kamera. I çon në xhiro. Arion, ne kemi autoriteti për mbrojtjen e dhënave personale. U fund 5 pajisje nëpër një SP-t, për na rujt ne nga TikToku. Dhe nuk u kuptua ç'a morën ato. Ç'a morën, ç'a u regjistrua, ç'a u bë me ato, a u hoqën, a e nesh akoma? Kush u survejua? Qëllimi i survejimit? Po me dhënat që u ruajtën një vit. Ku janë? Ç'a po ndodh me dhënat? E vërtet. Po me dy satelitët ç'a bëhet? Një sekond se tani prit një sekond. Se a ka një konflikt midis satelitëve dhe kamerave? A do zihen këta me njëri tjetër? Se sateliti për këtë punë është për kamera, është kamera. Ai mund të thotë kështu që një sekondë valla se jemi ne këtu. E kupton? Mund të e kupton. Çfarë po mendoja unë që flisni ju? Po. Po të kishin qenë gjithë kështu ne do ishim akoma me karrocë me kal. Ua, të mërshme. Domethënë ti Vajiko përvajsuesi progresit ne. Vajiko që ka për ministri të brendshme. Jo, nuk tham kamerës ta duhet. Fajik. Satelitës na duhet. Fajik se të kam mik, e ke ndruj çik direkun Fajik. O Fajik ne na duhet. O Fajik ke ndru direkun e anijes Fajik. E kupton? Velën e ke kthy velën Fajik. Ne o Fajik ne të kalit. Po themi pse nuk funksionon sateliti re. Okej, është tjetër gjë. Jo se doja hypem se ne e dim që nuk i hypet. Po u dhan lekët tona, që i kemi qitu punu me kale me gomor, ne. Ose të punu ne si kalje gomori. Në procesin e... E por, ke procesi, po ta ka për një sekund. Edhe qasjes... Neve që kemi punu si kalje dhe gomori dhe kemi pagu taksa, një ditë bukur në thanë do hidhen satelit. 2. Pse? Për zhvillim progresi. E pranu. U odhën satelitët dhe nga jo ditë në zdim asi gjë se që kam bërë atë satelit. Diti? Ja, zdi. Ti person që e në strukturar sigurisht ti se di. Unë se di fare. As unë se di. Po, diti? Satelitës nuk e di. Po a janë fare njërë? Kur thua? A janë? Po pra se është e Barcoleta që tha këtu duhet kishte qenë rrugë. Po gjithsesi, 2 satelitë janë hedhur dhe nuk e dim. Do vjen këto kamerat. Për çfarë motivi do të vjen këto kamerat? Ja ta them unë. Të progres, prit. Ndërkohë që këto kamera nuk i ka Franca. Nuk e ka ndërtuar këtë sistem. I ka mon italian. Për makinat. Për makinat. Monitorimin e makinave. Nuk është se mungon sistemi kamerë, nuk kanë me kala ata si shtot Fajku. Ka. Por nuk është ndërtuar Smart City, 20 qytete që thot kryeministri, nga do të thonë i bi gati 60% e qyteteve të Shqipërisë, të jenë të survejuara me sistemin Smart City, i cili është sistem i cili funksionon Kinë dhe në vende të tjera diktatoriale. Ky është pyetja. Ne nuk kemi kundër progresit. Por mua është nësi shumë e madhe të ketë dhe robot në rrugë. Ketë gjithë shka. Por këtu është një vend ku politikisht ne nuk kemi të sigurt. Por shkak të gjitha... Merakun e keq për